Po për pjesën e turizmit, pam një Korçë me një bum turistik për një periudhë të saktuar kohore, dhe tani jemi kthyer në një Korçë me një rënje të numrit të turistëve. Pse ne nuk kemi një qëndrueshmëri të turistëve? Okej. Atëre Korça, unë e kam thënë, pavarësisht që mbase mund të duken pak si jo pesimist ose si marcezes, po fatkeqësisht ne nuk kemi pasur turistë të mirëfill. Ne kemi pasur një bum në 2020 nga shqiptar, që praktikisht quhen vizitor dhe jo turist, sepse turist është ai huaj që të vjen në shtetin e Korçës. Mendoj se do ta theksojmë rekordin e pandemisë. Pikërisht, 2020 ka qenë piku le të themi, dhe fatkeqësisht ne nuk kemi turist. Erseka ka më shumë turistë se ne. Nëse flasim si Korçë si qytet, jo si qark. Jemi 2025-ën, jemi duke thënë që Korça ka një bum turistësh, ndërkohë ne nuk kemi një zyrë informacioni për turistët. Ti nise që këtu. Që do të thotë që këtu ti ke dështuar, e kupton? Nuk mund të thuash që unë po ofroj diçka për turistët. Unë kam thënë edhe në përmbledhje të ndryshme që duhen bërë paketa turistike. Pra, Korça nuk duhet parë si Korça si qytet. Nuk duhet jetë ky fanatizëm për qytetin e Korçës. Duhet të bashkëpunojmë të gjitha bashkitë, të gjitha institucionet, të gjitha rrethinat, me të gjithë qarkun. E kupton? Prandaj dhe ne në atë Discover Korça kemi përfshirë si qark. Pra, unë kam përfshirë Pogradecin, Prejspën, Ersekën ose komplet zonën e Kolonjës, le të themi, komplet zonën e Devollit, Korçën bashkë me fshatrat, sepse Korça nuk është vetëm pazari i vjetër, katedralja apo ku diun parkurinia. Korça është shumë më shumë. Kupton që dhe vetë korçarët nuk e di se sa shumë gjëra ka Korça. Ne kemi bërë një bashkëpunim me drejtorinë e monumenteve të kulturës, ku dhe unë në momentin që kam hedhur ato informacione, nuk e diash që kishim më shumë monumente kulture në radhë të parë, ish pjesën e atraksioneve apo shumë gjëra të tjera. Po kjo gjë duhet të serviret turistëve. Kurse Erseka është më ndryshe. Do të thua marketingu që po i bën xhesti shkëmbi Ersekës nuk që ka kot. Jo, s'është kot. Është diçka. Bravo qof. Ose ke patriotizëm këta, po thua. Jo, unë se ju kolonjarët shkoni me fanatizëm pjesën. Kur flas Erseka, unë zë dhe pjesën e Leskovikut. Po, sepse e quaj si kolon. Dhe sepse turistët që janë turistë ato duan vendet malore, sepse Korça vend malore, komplet qarku. Dhe detyrimisht ato lloj atraksionesh duan, nuk duan pazarin apo ku diun katedralen, sepse e pan njëherë, pan dy herë, maksimumi një orë në ditë, çfarë do bësh më pas?